Po të shikosh sot, nuk ka më ngjarje rina si të ishte fundit të tipit mafios. Ngjarjet e tjera janë më sporadike. Sot evidentojnë 3 qarqe specifike. Duket pak se ne kemi vënë theksin. Të paktën unë njerëzim ka shku këtu mbrapa, kam një 5 vjet. Fuluras në Sarandë. Po së pari një Saranda, nuk ka qenë kurrë zonë, thash gjithë. Ja në fakt njerëz më këto kohë të fundit. Më 5 vjetet e fundit më dje. Gjithë njerëzit problematik që ishin në veri, vinin në Sarandë, pushonin atje. Ishte zonë shumë e qetë. Mirë, por duke rritur investimet në Sarandë, duke rritur vlera e pronës, duke shkuar këto investitorë strategjik. Pra, do të thotë që Saranda u bë një zonë shumë njohëse dhe kush shkon krimi, kush paraja, dhe ata usulen aty, blen në fillim ambiente, apartamente, pastaj hotele, pastaj u bën aksioner, pastaj u bën investitor, edhe sot janë bërë ndërtues. Pra, zbritën grupet e mëdha atje. Dhe kjo e bëri që Saranda të ketë rrëmbim të zhduke personi. Kemi sot dhe Pakufoma, Koçolen e famshëm edhe Fatmir Krasniqi. Pra, janë Pakufoma, kemi një seri ngjarjesh me eksploziv. Nuk është stili i Sarandës eksplozivi. Pra, duket që një kafsh tjetër, një kafsh e egër ka hyrë aty. Dhe ata që bëjnë këtë gjë nuk janë vandali. Pra, aty po përplasen grupe shumë të forta, dhe janë grupet kryeqytetit, nuk janë grupet vogla. Pra, janë grupet kryeqytetit që kanë hyrë aty fort dhe po qëndrojnë fort dhe janë ata që duke për shembull ngjarja e fundit që ka ndodhur të premten e kaluar në Sarandë, është shumë interesante për një fakt. Atentatorët kanë shkuar me motor, kanë bërë qitjen. Dhe pastaj kanë shkuar në nuk e di sa e ke parasysh ku ndodhet Teqeja në Sarandë e baba mos gaboj Babareshatit e ka ajo. Bektashinëve. Bektashinëve që është në dalje të Sarandës. Pra është larg, është në periferi, dhe autorët kanë shkuar me motor deri tek Skafi, dhe pastaj kanë ikur në rrugë detare. Pse s'kan dalë, sepse në rrugë toksore? Sepse Saranda ka shumë pak hyrje dalje, dhe hyrjet e daljet e Sarandës janë të mbuluara me kamera të një rezolucioni shumë të lartë. Dhe kamera në Sarandë që e parë kapin targën e mjetit. Dhe ata për të mos patur identifikim, çfarë bëjnë? Këtë radhë, ata e kanë shmangur daljen në rrugë toksore dhe kanë bërë në rrugë detare. Pra, dhe kush mund ta bëjë një ngjarje të tillë? Cili grupi ka këto aftësi? Organizimi i mirë ajo faqe e bë. Patjetër, jo i mirë, ka qenë organizim shumë i mirë.